Gjuha ime amtare është adheu im në Francë, është pjesa e adheut që e kam marrë me vete, kështu që kur zhytem në gjuhën time, jam sikur jam kthyer në Shqipëri. Aq më tepër që ju thash që kam bërë një detyrë vetes, jo vetëm ta respektoj, ta mirëmbaj, por nëse mundem, ndoshta është një mëtesë e tepruar, edhe ta zhvilloj gjuhën shqipe. Pasunia më e madhe që marrim me veti gjuha, se çdo gjë që është e lidhur me veten tonë e shprehim nëpërmjet saj. Me urujt prej fjalëve të huaja, me urujt prej përdorimit të gjuhës të huaj pa nevojë. Shqipja mbetet në thellësitë e mia. Mjafton që të them një frazë në shqip që përmban humor dhe gjithçka përmbyset. Domethënë bie frëngjishtja si një kështjell prej kashte. Adheu i një shkrimtarit është gjuha e vet, gjuha vendit e vet. Nuk janë, për shkrimtarin, adheu nuk janë malet, fushat, deti, është gjuha. Kështu që, unë mendoj që shkrimtari duke marrë me vete gjuhën, kudo që shkon, ai krijon. Gjuha është identifikimi i adheut. Gjuha shqipe për mua ishte adheu im, ishte Shqipëria, ishte dashuria ime e gjithë jetës time të mëparshme. Kështu që, domethënë, isha xheloze që ta humbisja. Domethënë, doja sa më shumë ta shprehja në krijimtarinë time. Gjuha është shtëpia kubane e letërsia, shtëpia kubane në një kulturë dhe është thelbi i kretë ekzistencës tonë, nëpërmjet cilës ne ndërtojmë vetveten, rrethimet tona, lidhjet tona me të kaluarën. Gjuha dhe krijimtaria janë të lidhura ngushtë, kuptohet, dhe gjuha është instrumenti, po dhe lëngu që mbush krijimtarinë letrare. Gjuha, ajo që quajmë gjuha amtare, ose gjuha e nënës, ose gjuha e nënës dhe babës bashk, në shumicat e rasteve pasurohet shumë nga shtekti. Po, kur largohesh nga gjuha jote, ti e kupton se sa e çmuar është ajo. Paktën kjo gjë ka ndodhur me mua. Ndoshta për kësaj dashurie akute që kam për Shqipen, edhe për shkak të kësaj lidhje të fortë që kam me Shqipen, unë e kam patur shumë të vështirë të kapërcej të shkruaj në një gjuhë tjetër. Nuk do të guxoj kur ta bëj këtë gjë. Edhe mendoj se është gjuha vetme me cilën unë di të them, e të shkruaj, e të them ato çfarë kam nevojë të them, i them vetëm në shqipe. Kështu që kjo lidhje nuk do të shkëputet kurrë. Gjithçka për të ndihmuar mësues, prindër, fëmijë në mërgat, për ruajtjen dhe përhapjen e gjuhës sonë shqipe. Qendra e botimeve për diasporën ju sjell adheun aty ku jeni.